Pas ka më shku është programi ke. Janë të një duar. Si ne të mlon asni pyetje më apo. Po shumë mirë kjo. Se di kjo, ky më thot, ton më bojnë këta. Të gjithë me thonë, ti gënje, kur ju thom, me jepni fakte. A vdes Zoti? Dishta më të bëty një pyetje, a vdes? Zoti s'muj me vdek. E çish komo se Jezusi ka vdek, domethënë. Se ka marr trupin njerëzor, e ka dek trupin njerëzor, e mastridi që si njeri ka ngallny mbi vdekjen. Si mund shme pa jetën e pasosur me shkuan xhenet me 72 huri, kur sorin gjallë kush? Po, hynia është e pavdekshme, ndërsa Jezusi ka vdek. Hynia s'ka dekën hynin e vet, hynia s'muj me vdek. Kush ka vdek? Po s'ka problem. Ka vdek në trupin, për ata Zoti o mishnua, se e thot edhe Kurani, se Jezusi o fjallja e Allahut. Kjo atribut hynor. E thot sura 4:107, o fjallja kalimatu Allah e shpirt gaj. E thot Kurani këta. Po, fjallë e Zotit po biri Zotit sa thot. Po mirë, a fjallja e Zotit e përjetshme apo e krijuame? Fjalla e Zotit. Fjallja e Allahut, a krijuame e përjetshme? Fjala e Allahut xhaleshanahu wa xhalelaluhu atë ndryshon nuk ka. Ke nevojë me kaluan ato jem shqiptar hoç, ti tha duam me nerua shqiptarët e ti nisë xhelehun u xheles për më. Hajde tema e porë shqiptaria. Hajde para se me ulë zëra se tek je shumë i papërshtatshëm. E di, jam i papërshtatshëm se një kit vërtetën. Kur se njëri e marrë vërtetën. Po hajde të debatojna me këtë. Hajde dolme te shqiptaria, po s'mlat me shtir tema. Jo, jemi te Triniteti. Te Triniteti. Seri i shqiptarizmit. Se medresën e parë në Shkup e ka qilë kush? Shkau, ja kanë më emrin Aleksandri Mall. Islami jo kundra shqiptaria, sepse mund të me pa shoqëniti me mua. Por rrimore burra Allah hile Zotë, se unë po du me trujt. Unë po du me trujt. Mirë. Si vlla. Se unë shemull për bëj, për ju me shki hani bashke martoheni bashke të na i bani, po më se janë ku do të po. S'do me këto janë çështje personale. Rrimore burra Allah hile Zotë, unë trujt si vlla. Ja, me se ajo është vërtet hiç. Do të ndërprej se s'pëleni me bopyetje, lutem. Po digjo, ta bëna pyetjen ty. Po. A mund të më pa miqësi? Po, muj me bëmi si. Po unë jam me bopyetje. Po digjo, sura 5:51 thot mos zani miq as me jehudit, as me të krishterët, me njerëz të librit, ata janë armiqt e kush za miqësi me ta është armiku Allahut. Ekipe ki kundërthonje shumë në Bibël. Për shembull dolmi pak te morali, për shembull te Bibla, te morali. Okej, çka? Po të ishte. Çeni pyetje për hir digjo. Atë çka thot ky se nuk kush e komenton Kur'anin ashtu siç lexon, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka unë ja përgatit veti venin në xhehenem. Po ai ka me shku në xhehenem se ka bërë marrëdhënie me fëmijën atë vjeç. E me gruan e djalis vet. Po ju edhe Bibla thot. Unë edhe Muhamedin qiell. Po mos vërtet o zotri, mos vërtet se s'është e vërtet. Se vallahi. Ka bërë marrëdhënie me vajzën atë vjeç. Vallahi te kishe pa ti. E thot Buhariu, e thot Abu Davudi, e thot Aisha. Ja, s'pomlani, mund do të më ndërprej fare. Ti kishe pa. Pse s'pomlani mund të bëj pyetje burr. Unë kjo është emisioni jam mund të bëj pyetje. Edhe ta kishe dëgjuar. Aisha, e ka pa Aisha. Po ja kishe dhon çikën ti. E ja kishe dhon motrën. Çikën natë vjeç me bë marrëdhënie. Po ajo kishe moti çikën natë vjeç me bë marrëdhënie. Po vallahi me pa ditë që është i dërguar i Allahut ti. Që dhe Bibla thot bazën e motra. Shyre çka Islami. Ja shkashti Islami. Po ti për çdo ditë prift atu në për kisha i dhënojnë fëmijë. Si Muhamedi ata kundrejt ata futi më në burr. Prifat e tu për çdo ditë. Për çdo ditë i dhënojnë fëmijë. Apo vleni ta bëjnë se deshta më japoni pyetje. Po jo. S'ka debat. Ja, deshta më japoni pyetje. Nuk ka ardhur këtu me bë debat. Po debat po gë. Unë deshta më ta bëj. Ti ka ardhur këtu me dikta. Me demaskua Islamin. Muhamedi ka bërë në demaskuat jo zotri. Ani de ka bë. Ani de në rregull, çe po ta bëjë në pyetje. Litet për bishpak, a ka mundsi? Unë brem të lësh. Po ti zotri, ku ka në botë, në shtet. Në shtet 90% musliman e ka kish, shembull ti bëj si xhami o bokish. Ku ka? Po sem autokton katolik. O zotri, nëse je shqiptar par turk ka ke shqiptar. Po ti o zotri, Anglia. Po mleni ta bëj pyetje se tani keni çit pi. Tani mund çit pitof. Regjia, veç pak, tani mund çit pitof. Po nale më herë, s'ka problem hiç. S'ka debatu. Flitet për amnunin dhe ta morën. Anglia 90% pjesa dërmuese të po që s'ka gjën krishterizëm të vërtet. Janë bo xhamia kishë që Kurani thotë se na jemi të vërtet. Apo mleni ta bëj çit pyetje, apo mleni mi bë pyetje dur, apo merrni çe urdhani merrni udhëheqni ju. Ja, po s'ka kështu. Ja, po asnjëuni
Ta bëj pyetjen përgjigjesh, ja bëj pyetjen. Unë nuk mund bëj, unë mund me i thonë shikuesve veç natën e mirë. Ja, ta bëj çet pyetje. Të lutem, 100 herë lutem. Priti e gur. Ta bëjmë pyetje. Amnoni dhe ta mora, amnoni djalin mbretit David. Ky është njeri që Ja mos e çel votin. Kush din? Ti dina? Pasha Zotin kur gjah. Kurani thot se Biblia e vërtet, ti po thua s'ka gjë. Injili i vërtet që ka ardhur unë e besoj. Unë e besoj. Po ti se dhe kije si mas Mateo, ti kije si mas Gjoni, si mas Ullë. Ai s'din me përgjegjës. Ullë. Shtu e ka, vllazën e motra. Jo. Shemalsa, lutem mos rrogni se kena orë më rrogë. Çka po bën? Ju po thini shqiptaria po rrogni, ai jeni shqiptarë burrashkie. Po ullë, janë pa përshtatshëm se s'po lini me po pyetje. Po s'po lini me po pyetje, po ju lutem bre, a di shkon fjala e lutem burra. Tani shit. Nuk është i argumenteve. Okej, ullë. Unë ti bëj pyetje të argumente. Ky ka ardhur për shembull ti bëj, po do të më pos pak respekt me humb ka dalë më. Aisha thot kom tjen vajz 9 vjeç kur ka bë marrëdhënie